Ajo gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, e ditur prej gjithë secilit prej nesh, është hadithi i dërguar të Zotit lartësuar që na ka mësuar se në trupin e njeriu gjendet një copë mishi. Një organ i cili është shumë i rëndësishëm, madje pjesa më e rëndësishme në qenien e njeriu, dhe ajo është zemra. Nëse kjo zemër është në rregull, funksionon i gjithë trupi i njeriu, madje e gjithë qenia e njeriu. Duke filluar që nga mendimet, konceptet, ndjenjat, zemra, zgjedhjet, veprat, qasja, raporti me Zotin, me njerëzit, mënyra se si e ndërtoni jetën dhe kështu me radhë. Pse funksionon ky njeri? Sepse funksionon në trupin e tij kjo copë mishi, që quhet zemër. Dhe që me të drejtë është krahasuar me atë generalin, me atë mbretin, me atë komandantin i cili është në një pozicion shumë delikat, shumë të rëndësishëm dhe jep orientimet, jep urdhrat dhe ushtarët nuk bëjnë gjë tjetër veçse zbatojnë këto urdhra të këtij mbreti apo të këtij generali. E tillë është dhe zemra në trupin e njeriu, madje në qenien e njeriu. Nëse funksionon kjo copë mishi, funksionon qenia njerëzore. Nëse nuk funksionon kjo copë mishi, dhe si nuk funksionon, jo vetëm në aspektin fizik, që Zot na ruaj dhe na dhënë Allahu lartësuar shëndet që të gjithëve. Mirë po ka dhe një mos funksionim tjetër, që nuk e kap skaneri, nuk e kapin grafit, nuk e kapin as mjetet më të fundit, ndoshta të mjekësisë apo të shkencës. Nuk funksionon, nuk ndihen, nuk reagon, nuk ka një reagim ndaj Allahut, ndaj përkujtimit, ndaj Kuranit, ndaj besimit, nuk ka një ndjeshmëri ndaj gjithë shkaje që e rrethon, ndaj gjithë shkaje që ndodh, nuk funksionon. Atëherë gjithë qenia e njeriu nuk funksionon, trupi i njeriu nuk funksionon. Prandaj mos u befaso, as mos u çudit se çfarë mund të buroj dhe të vijë prej këtij njeriu, të ndodhi prej këtij njeriu. Për njeriu i cili nuk i funksionon zemra. Prandaj, cila është ajo gjë që unë dëshiroj ta ndajmë bashkërisht sot në orë të nderuar? Është një ndjenjë, ose thënë ndryshe, është një gjendje që e përjeton njeriu, në veçanti e përjeton besimtari, që duhet ta ruaj si shumë të shtrenjtë, si shumë të shenjtë. Dhe ajo është ndjeshmëria. Kur mpihet, kur thahet, kur nuk funksionon, ky njeri nuk funksionon. Fatkeqësisht po të shohur sot njerëzit, dhe Zot na ruaj që të gjithëve, sepse të gjithë jemi të ekspozuar dhe të rrezikuar, është frika mos humbet kjo ndjenjë. Është befasi e madhe se si përballesh me njerëz të cilët kanë humbur ndjeshmërinë në raport me Zotin, raport me besimin, apo raport me zgjedhjet e tyre, apo raport me hallet, problematikat që mund të kenë njerëzit. Jo, tamam siç i ka përshkruar pejgamberi alayhis salam, si uqër të lëshuar në një kope që nuk marrin veçse atë që u nevojitet, mirë po qëllimi i tyre është të presin dhe të bëjnë dëm. Pa ndjeshmëri. Pa ndjeshmëri. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar ka lavdëruar dhe ka çmuar fort gjendjen e besimtarit dhe të besimtares. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Do t'i gjësh besimtarët, ata besimtarët dhe besimtarët e vërtet, të cilët kur dëgjojnë përkujtimin e Allahut, tronditen, reagojnë në zemrat e tyre dhe pastaj kur vazhdojnë dhe këndohen mbi ta ose recitohen ajetet e Zotit, argumentet, shenjat e Allahut lartësuar, uritet, ushtohet imani, besimi i tyre dhe janë të lidhur fort dhe të mbështetur fort me Zotin e gjithësisë. I ka lavdëruar Allahu i lartësuar dhe i ka përgëzuar besimtarët për faktin se kanë ndjeshmëri, kanë ndjenjë, kanë reagim. Ndaj çfarë gjëje kanë reagim? Pikë së pari në raport me Allahun, me atë që vjen prej Zotit të gjithësisë. Reagojnë kur dëgjojnë Allahun, kur recitohen ajetet dhe citatet e Kuranit famëlar. Reagojnë në momentin që dëshmojnë dhe ballafaqohen me shenjat e një pasnjëshme të shumta të panumërta të madhështisë së Allahut të lartësuar, reagojnë kur shohin
dhimbje, reagojnë kur shohin lot, reagojnë kur shohin padrejtësi, reagojnë nga fenomene të ndryshme, kanë zemra të gjalla, që kanë jetë. Dhe ky duhet jetë besimtari, dhe kështu duhet jetë besimtari që e lutim Allahun lartësuar që të na bëj prej tyre. Madje dëgjoni se si Allahu lartësuar ne na tregon, dhe jam i bindur që secili prej nesh ka lexuar në Kur'anin famëlar. Po problemi është që ndonjëherë kalojmë dhe shfletojmë fletët e Kur'anit famëlar pa u përqendruar shumë dhe pa medituar thellë. Për shembull, kush prej nesh nuk është ballafaqjuar dhe nuk e hasur në Kur'anin famëlar se si Zoti i gjithësisë na tregon që gjithçka që është në qiell dhe në tokë, e cila dikujt prej njerëzve i duket diçka e ngurtë, send, pa ndjenjë, pa jetë, Allahu i lartësuar e përgjinjështon dhe hedh poshtë diçka të tillë, thotë jo, gjithçka ka jetë. Dhe gjithçka reagon. A nuk thotë Zoti i gjithësisë, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardhu wa man fihin. Allahut i bën tasbih, e madhuron të 7 qiejt, toka dhe gjithçka është mes tyre. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahu. Dhe nuk ka ndonjë gjë që ekziston, vetë se e madhëron Zotin e gjithësisë, mirë po ju o njerëz nuk e kuptoni se si. E përkthejmë pak më shkoqur. Tani në këtë moment, në 7 qiejt, të cilët janë pal njëri mbi tjetrin, ku distanca nga një qiell në qiellin tjetër është 500 vjet largësi. Dhe pastaj nuk mundemi ta imagjinojmë as parafityrojmë, lere më pastaj ta përshkruajmë madhështinë dhe madhësinë e qiejve dhe të krijimit të Allahut lartësuar. Allahu lartësuar thotë e madhërojnë, i bëjnë tasbih, subhanallah. Nuk i bënë Allahut vetë unë dhe ti, jo. Madje edhe të 7 qiejt, edhe toka, edhe gjithçka që është mes tyre. Ç'është problemi është se ne nuk arrim ta kuptojmë se si, ne nuk e dëgjojmë. Ka përzgjedh vërtet Allahu lartësuar dikë prej robëve të tij. Dhe ja bëri si mrekulli, si dhuratë që të dëgjonte se si bën tasbih mali. Se si bën tasbih, madhrojnë Zotin, zojt. Dhe kush ishte ky person? Daudi alayhis salam. Ja përzgjedhi Allahu dhe ja dha si mrekulli, si dhuratë. Sepse vërtet i bënte shumë tasbih Allahu të lartësuar, e madhronte shumë Zotin e gjithësisë, mëngjes dhe mbrëmje. Allahu i lartësuar urdhëroi malet, urdhëroi dhe shpendët që bashkë me Daudin të bënin tasbih. Dhe dikush thotë të përsërisnin tasbihun, madhërimin e Zotit që bënte Daudi alayhis salam. Imagjinoni pak atë ndjenjën, ndjesinë, përjetimin e profetit të Zotit Daudi alayhis salam, që duke ecur në rrugë, duke madhruar Zotin, ti të dëgjosh pemët, të dëgjosh zojt, të dëgjosh malet që madhurojnë Zotin e gjithësisë. Ne nuk e dëgjojmë në aspektin fizik me veshët tanë. Mirë po Allahu na thot diçka të tillë. Mos i konsideroni qiejt, mos i konsideroni tokën, malet, pemët, gurët, shkëmbin, gjithçka që ju rrethon, si diçka të vdekur, pa ndjenjë dhe pa reagim. Madhërojnë Zotin e gjithësisë, po ju nuk e kuptoni se si. Madje kur Allahu lartësuar formësoi qiejt, formësoi tokën, i ngarkoi me misionin e tyre, me detyrat e tyre, me shërbimin që do të ishin në shërbim të njeriut, atëherë Allahu lartësuar u thot: "I'tiya ta'wan aw karha." Ejani, do bindeni, do zbatoni detyrat që ju ka caktuar Zoti juaj me zgjedhje, me dëshirë apo të nështruara me urdhër. Qaleta atayna ta'in. Tha edhe qiejt, toka, jo Zot, u bindëm, u nështruam me kënaqësinë më të madhe. Me kënaqësinë më të madhe. Dhe kështu ju nështruan Allahu të lartësuar. Prandaj mos u çudit se si dëshmon sot atë ekuilibër perfekt në këtë horizont, në këtë univers, në këtë krijim madhështor të Allahut të lartësuar. Sepse i kanë thënë Zotit i gjithësisë që në momentin e parë që i krijoi dhe i formosoi Allahu i lartësuar, etejna ta'in. U bindëm me dëshirë o Zoti i gjithësisë. A nuk na lajmëron ne Allahu i lartësuar që jo vetëm bëjnë tasbih, madje bëjnë dhe sejdë. Si e bën sejdën qielli, si e bën sejdën mali, si e bën sejdën dielli. Hona alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard. A nuk e keni parë se si Allahu i bën sejdë qiejt, toka,
ose më saktë gjithçka që është në qiell dhe gjithçka që është në tokë. Wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu, edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet, edhe malet, edhe pemët, edhe kafshët, edhe gjallësat e Zotit lartësuar, qofshin ato në tokë apo qofshin në det. Wa kathirun minan nas, edhe shumë prej njerëzve i bëjnë sejdë Allahut të lartësuar. Po pjesa tjetër, wa kathirun haqqa alayhi al-adhab. Kurse pjesa tjetër është destinuar të shijojnë dëshkimin e Zotit, sepse s'kan vlefshmëri, s'kan vesh që dëgjojnë për të dëgjuar, s'kan zemra për të ndier, të logjikojnë. Am tahsabu anna aktharuhum yasma'una wa ya'qilun? Ti kujton se shumica e tyre dëgjojnë dhe logjikojnë, thotë Allah? Shkoni se çfarë ti dëgjon. Ti kujton, ti mendon se shumica e tyre dëgjojnë me veshët që u ka dhënë Zoti, logjikojnë me logjikën që u ka dhënë Allah. Jo, e përdorin për gjithçka tjetër, përveç për të vendosur në jetë dhe për të zbatuar qëllimin e ekzistencës së tyre. Raport me Zotin e gjithësisë, e dhimbshme, e tmerrshme, dhe jashtëzakonisht e frikshme or të nderuar. Prandaj, a nuk e ke parë, i thotë Allahu i lartësuar dhe thotë pejgamberit alayhis salam nëpërmjet tij dhe neve, a nuk e ke parë se si Allahu t'i bën sejdë gjithçka që është në qiell dhe në tokë, madje të gjitha gjallësat? A nuk e ke parë? Që do thotë, fakti që të lajmëron Zoti është si ta kesh parë. Mos ki dyshim në lidhje me këtë gjë. Që Allahu në madhuron, i bën tasbih dhe i bën sejdë gjithçka që është në qiell dhe gjithçka që është në tokë. Kujtohen se gjithçka që ne na rrethon bëhet fjalë për sende, për mur, për gur, për male, për qije, për gjëra të sende të vdekura, që s'kan reagim, nuk kanë raport me Zotin dhe nuk kanë raport me njeriu. Madje gjithçka që ka krijuar Zoti i lartësuar e ka krijuar në shërbim të njeriu, në shërbim të njeriu. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. A nuk e keni parë se si Allahu krijoi dhe nënshtroi për ju o njerëz gjithçka që është në qiell dhe gjithçka që është në tokë. Kujtoni se janë krijuar kot? Gjithçka që është krijuar në qiell dhe në tokë është nënshtruar për njeriu, është në shërbim të njeriu, të kësaj krijese më fisnike, më madhështore, e cila ka mbi supet e saj projektin më gjigant, më madhështor që ekziston, më këmbësi Allahut të lartësuar në tokë. Kujtoni se gjithçka është pa ndjenjë, është me ndjenjë dhe reagon dhe me raport të ngushtë me Zotin e gjithësisë dhe me njeriu. Dhe me njeriu. Hajde shtojmë dhe rastet e tjera të cilat janë të shumta, të panumërta, të cilat na i ka sjellë Allahu i lartësuar pikërisht për të përforcuar të detaj or të nderuar. Për të na përforcuar detajin e rëndësishëm që kjo copë mishi duhet mbajtur e ndjeshme, nuk duhet të ngurtësohet. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Pas gjithë këtyre argumenteve që u zbriti Zoti i gjithësisë ben Israelitëve, argumente dhe mbrekulli dhe zbrisi mirësitë prej qiellit. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Pastaj pas gjithë këtyre mrekullive u ngurtësuan zemrat tuaja. Allahu të mbulon derdh mbi ty mirësitë tua, dëshmon nga mëngjesi në mbrëmje madhështinë e tij, kujdesin e tij dhe zemra ngurtësohet dhe njeriu largohet nga Zoti i gjithësisë. Fa hiya kal hijara au ashaddu qaswa. Dhe erdhi një moment dhe u bën këto zemra si gur, thot Allahu, madje më të ngurta se sa guri. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, sepse ka prej gurve që shpërthejnë prej tyre lumenj. Ka prej shkëmbimeve dalin prej tyre lumenj. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma, dhe prej tyre ka që del ujë. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah, dhe ka prej gurve që shkëputen nga vendi ku ka caktuar Zoti, nga frika dhe madhështia e Allahut të lartësuar. Lëvizin nga vendi, nga frika dhe madhështia e Allahut të lartësuar. Madje, nëse nuk do t'i bënte Allahu i lartësuar dhe malet të qëndrueshme stabile si kolona dhe si shtylla për ekuilibrin e tokës, për të ruajtur ekuilibrin e tokës, do t'i shikojë edhe malet të lëviznin nga vendi, nga madhështia, fuqia dhe rëndësia pesha e fjalës së Allahut të lartësuar. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Po ta kisha zbritur këtë Kur'an mbi një mal, do të shikoje malin të friksuar, të strukur
nga madhështia e fjalës së Allahut të lartësuar dhe nga madhështia e Allahut të lartësuar. Ka për zemra të cilat bëhen të ngurta, më të ngurta se sa guri, pse se ka, jo, mos e merr, pra sikur do të na thotë Allahu i lartësuar, mos e merr gurin në çdo rast si shembull dhe si ilustrim për ngurtësimin e një gjëje. Jo, se ka prej gurve që shpërthen prej tyre lumenj, apo del prej tyre ujë, apo tronditen, lëvizin nga vendi nga madhështia e fjalës së Allahut të lartësuar. Mirë, po ka zemra që nuk lëvizin nga vendi. Ka zemra që nuk ndihen, ka zemra që nuk kanë ndjeshmëri, ka zemra që nuk reflektojnë. Edhe nëse u vjen me çfarë do lloj argumenti. Sa i dhim shumë është ky ajet. Ka për njerëzve të cilët Allahu i lartësuar i ka plotësuar me të gjitha shisat, me të gjitha mundësitë për të perceptuar, për të kuptuar, ndërkohë thotë Allahu i lartësuar, mos u lodh me ta. Edhe nëse u sjell të gjitha argumentet logjik të dëshmuar, që mund të dëshmuar apo diçka tjetër, s'kam për të besuar hatta derisa të shohin dëshkimin e dhimbshëm, derisa të shohin melekun duke u marrë shpirti, Zot na ruaj. Pse kjo gjë? Sepse kanë vdekur, kanë gordhur, kanë pirë, kanë ngurtësuar zemrat e tyre. Prandaj orë të nderuar, të kemi kujdes se dunjaja është sëmundje dhe është virus i keq, e ngurtëson zemrën, na bën që të harrojmë, të lakmojmë, të jemi të babezitur, të konkurrojmë në mënyrë të frikshme njëri me tjetrin, të mendojmë vetëm për lekun, vetëm për punën, vetëm për dunjan, të mendojmë edhe për 7 breza apo pas 7 brezave çfarë do bëhet. Dhe vjen një moment dhe kalon, falim namazin dhe nuk e ndijmë, lexojmë Kur'an apo dëgjojmë dhe nuk e shijojmë, dëgjojmë ligjërim apo ligjërojmë dhe nuk e shijojmë ashtu siç duhet. Këshillohemi prej 10 vitesh në një çështje të caktuar që mjafton një moment dhe ti e lëviz nga vendi dhe ti e braktis nga jeta tënde dhe përsëri nuk reflektojmë. Pse kjo gjë? Kush problemi? Mos vallësh në aspektin fizik? Jo. Mos vallësh te mundësia? Jo. Është tek zemra. Është tek ajo cop mishi që është sëmur, është e sëmur, është e mpir, ose Allahu na ruaj, është e vdekur. Por këto zemrat e vdekura janë zemrat e pabesimtarëve. Mes nesh, inshallah Zot, nuk ka zemra të tilla. Mirë, po ka zemra të cilat duan her pas here shuplaka dhe duan her pas here kurim të thukt në mënyrë që të vinë në vete, dhe të kuptojmë pse ekzistojnë, dhe të përgatiten për përgatitjen e madhe, për rrugtimin e gjatë për tek Zoti i gjithësisë, dhe të jenë të ndjeshme kur dëgjojnë, kur dëshmojnë dhe ndaj gjithçka që i rrethon. Sepse edhe guri ndihen, edhe mali po ashtu, edhe pemët po ashtu, edhe kafshët po ashtu. E kujt është kjo deve? Kush është i Zoti i kësaj deveje, u thot një ditë pejgamberi alayhis salam. Sepse erdhi një djalosh me një deve e cila sapo pa kjo deve, pejgamberin alayhis salam lotoi. Atëherë profeti i Zotit thot, kujt është kjo deve? Kush është i Zoti i kësaj deve? Thot ky djalosh, unë i dërguari i Allahut. Thot, a nuk e ke frikë Zotin ti? A nuk ke ndjeshmëri ti ndaj kësaj kafshë që Allahu ta nështroi? Allahu ta nështroi deven, gjigande, Allahu ta nështroi me anë të një kapistre ti e çon ku të duash. A nuk ke ndjeshmëri ti? A nuk e ke frikë Zotin sa po mua ankua, se nuk e ushqen ashtu siç duhet dhe ngarkon për te mundësisë që mban. Nuk e ushqen siç duhet dhe ngarkon për te mundësisë që mban. Mëshirë, ndjeshmëri, lexim i Lotit, edhe pse është kafsh. Lexim, të lexojmë lotët e njerëzve, të lexojmë dhimbjet e tyre, të lexojmë fukarallakun e tyre, të lexojmë pamundësitë e tyre. Kjo është jetë, kjo është njerëzllëk, dhe mbi të gjitha ky është Islam. Edhe pse është kafsh, edhe pse është një bagëti apo një kafsh. E merr Allahu i lartësuar dhe e zhyt në zjarrin e xhehenemit një grua për shkak të një macaje, e dini shumë mirë, e mori e lidhi këtë macën, po dhe të shpreu derdhin mbi të inatin e saj, zemër ligësinë e saj, ngurtësimin e zemrës, e mori dhe e lidhi. As nuk e ushqente dhe as nuk e la të lirë të ushqej me insektet e tokës. E merr Zoti dhe e zhyt në zjarrin e xhehenemit, e dënon në zjarrin e xhehenemit. Ashtu sikundër ka falë Allahu njerëz që ndoshta në syt dhe në parametrat e njerëzve nuk falen nga Zoti, gabimtar të mëdhenj. Për shkakun se ushqyer i dhan për të pirë,
ujë, një mace apo një qeni. Mëshirë, kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet, kush nuk ka ndjenja, atë nuk do të mëshirohet nga Allahu. Mëshironi ata që janë në tokë, ty mëshiroj ai i cili është në qiell, ty mëshiroj Allahu i lartësuar. O i dërguari i Allahut, i puth ti fëmijët e tu? Puthi pejgamberi alayhis me përqafoi Hasanin dhe e puthi. I puthi o i dërguari i Allahut, i thot njëri prej shokëve të tij, prej besimtarëve, i thot profeti alayhis po, natyrshëm, fëmijë. Thot un kam 10 fëmijë o i dërguari i Allahut, kur nuk kam puthur ndonjë prej tyre. Atëri thot Muhamedi alayhis salam, çfarë të bëj unë me një njeri i cili Allahu ka shkullur mëshirën nga zemra e tij. Allahu ka hequr mëshirën nga zemra e tij. Çfarë të bëj unë me një njeri tij? Nuk të ndihmoj dot më vëlla, ma bëj halal. Nuk ke shpresë. Përveç se ti bësh një servis të mirë zemrës tënde, pastaj koncepteve të tua dhe shumë gjërave të tjera. E shikoni Uhudi, mal në Medinë. Ky është një mal që ne na do dhe ne duam atë. Na do Uhudi. Uthbut Uhud. Përqendrohu, stabilizohu Uhud, sepse një ditë u ngjit në kodrën e Uhudit profeti i Zot Muhamedi alayhis salam, Ebu Bekri, Umeri dhe Uthmani. Dhe nga madhështia e këtyre njerëzve, po për ta sjellë dhe Allahu lartësuar si mrekulli që reagon dhe mali, ka raport dhe mali dhe gurët me njerëzit e mirë. Filloi dhe lëvizte nga vendi dhe profeti alayhis salam thotë qetësohu, stabilizohu, sepse mbi vete ke një profet, një sidik dhe 2 dëshmor. Fema beket alehimus sema wal ard. Nga ana tjetër, vdiqi Firauni, u përmbyt Firauni, bashkë me ushtrin mizore. E dini se çfarë thotë Allahu i lartësuar? Për ta nuk qau, nuk derdhi lot, as qielli, as toka, as kush. Për ta, për Firauni dhe për ushtrinë e tij, për mizorët, për kriminalët, nuk derdhi lot, nuk qau, as qielli, as toka. Që do thotë, ka raste kur vdes dikush për njerëzve, për kontributin e tyre, madhështinë e tyre, rolin, mënyrën se si e kanë jetuar jetën dhe kanë ndërtuar raportin me Allahun dhe me njerëzit, qanë qielli, në mënyrën si ja ka caktuar Zoti, qanë toka, qanë dhe njerëzit. Që lusim Allahun lartësuar të na bëjë Zoti gjithësisë prej tyre. Ama ka të tjerë, musterihun o musterahun min. Ama ka të tjerë që rahatohen njerëzit, thotë Allahu i lartësuar. Rahatohen bimët kur vdesaj. Rahatohen dhe kafshët. Ka njerëz që kur vdesin dhe shkojnë tek Zoti, rahatohen të gjithë. Rahatohen duke filluar që nga familja. Bela e madhe për familjen. Komshia, njerëzit që e rrethojnë, ambienti ku jeton, madje dhe kafshët përfitojnë. Se nuk është di që ky njeri të jetë sebeb për që Zoti i gjithësisë vonon ose pengon dhe pikat e shiut, por dhe bimësia po ashtu. Prandaj ndjeshmëri orë të nderuar. Prandaj njerëzllëk, në raport me fenë e Allahut të lartësuar, të kujdesemi për zemrat tona më shumë se sa për gjithçka. Të kemi qasje korrekte në mënyrën se si i qasemi për kujtimit të Allahut, para lajmërimit të Zotit, për gëzimeve të Allahut të lartësuar, se si lexojmë universin, të jemi të ndjeshëm në mënyrën se si lexojmë universin dhe të jemi të ndjeshëm në momenti kur u flasim njerëzve. Shkoni gjuhën e Kur'anit famullar, ja e beti, ja bunej, o biri dashur, ose o babaj i dhëmshur, apo i shtrenjt, dhëmshuri. Në momenti që i ftojmë njerëzit për të ardhur në xhami dhe për të besuar, për të adhuruar Zotin e gjithësisë. O xhaja im, i dashur, i shtrenjt, thuaj fjalën la ilaha illallah, nëse e thua, do të kemë një argument për ty përpara Zotit i gjithësisë. Dhe me gjithçka tjetër që na rrethon. Allahu ju mbuloftë me mirësitë e tij dhe Allahu na ruajt nga ngurtësimi i zemrave. Allahu na ruajt nga sëmundja e zemrave dhe nga vdekja e tyre. Dhe Allahu i lartësuar na bëft ne prej atyre njerëzve të cilët e dëgjojnë fjalën, e kuptojnë atë dhe e zbatojnë dhe e vënë jetë në mënyrën më të mirë dhe kërkojmë Zotit të lartësuar që ne të jetojmë në këtë jetë si musliman të mirë, si njerëz të vërtet, të takojmë Allahun me fjalën la ilaha illallah dhe si besimtar të mirë të denjë tek Zoti i gjithësisë. Allahu ju mbuloftë me mirësitë e tij. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum.